Vazhdojmë bisedën. Ne kemi qeshur ndërkohë. U kthyem nga kolazhi i Majës. Se nuk ishte perl, faleminderit. Ishte perl. Ora, dëgjoj. Ka shkuar shumë virale ajo batuta. Nuk e prisim. As unë as Driloni as kur ka shkuar virale thash Drilonit, ku e gjet atë batutë? Më ka ardhur rastësisht. Se dia se do bëj kaq virale, po të më vjet mua Maja thash virale do bëj atë për të. Ore, të ka shkar ndonjëherë situata nga dora si aktor apo si regjisor? Në shkuptim ka çdo aktor ndihet ka një moment në skenë, ka një blackout. Le të dali kush të dojë që të thotë jo, s'kam. Po cili ka qenë një moment që ti e mban mend skuqesh, mbyll syt sa herë kujton? Të vjen mos të kishte ndodhur. Jo skuqem. Ka kapë qeshme në skenë. Me çfarë? Do të thonë si ka ndodhur? Kemi qenë në shfaqjen në Mosgaboj me regji të Ervin Çulit, Hijet e natës, ne pas Partizanët. Që futeshim në fund. Teatri kombëtar. Ka qenë Berdenika, Raimonda Bulku, Raimonda Bulku. Ne futemi dhe Berti që pse aktorët domethënë të ngacmojnë shumë me njëri tjetrin. Berti thotë, sa e mirë që në këtë bërë sot monda. Hajde të thoshim batutën e ndal. Po nuk ishte pjesë e skenarit? Ai që tha Berti? Jo më. Po jo më ngacmon dhe mondën. Ngacmojnë, aktorët ngacmojnë shumë njëri tjetrin. Të merë, ne ka me të gjumë. Sa zjatën. Kemi urdhër t'ju çojmë komandë. Po si regjisor ka ndodhur kështu situata të sikletshme. Po si jeti si regjisor? Po mirë më duket mua. Për te aftësive profesionale, domethënë. Okej, heqim anën profesionale që normalisht aty apo s'do duhet të jesh korrekt edhe. Absolutisht po. Unë jam shumë në thonjza, shumë karagjoz në regji. Domethënë dua të mbaj atmosferë me të gjithë. Përpiqem të mbaj një atmosferë me të gjithë. Ndikohemi shumë nga të ftuarit, ndikohemi shumë nga batutat e momentit dhe pastaj aq duam. Dhe pastaj moderatori duhet heq kufjet. Nëse nuk do që të plas aty në qeshur. Ka bërë Vakiqi ka hequr kufjet. Cili ka qenë moderatori që ke punuar më thjesht me të si regjisor? Po ka qenë Alsat, po përmend Ger Çaçanin, Pandi Gjatën. Natyrisht këtu në top tani që jam me Bjetën, që jam super komod, është një moderatore shumë komode, një autore shumë e mirë, një njeri shumë i mirë. Kam bërë me Eni Vasilin, kam punu. Kam pas në Alsat flasim gjithmonë. 2 vite përpara kam punuar 12 vite në Alsat. Kanë qenë moderator komod. Eni ka me ato të vetat që ka pasur më potencë, kurse me Ger Çaçanin kam pas edhe raport miqësor edhe shkonte Karagjozliku. Çiko, unë jam edhe moderator, edhe e di shumë mirë këtë kimin bashkë me Violën, e dim shumë mirë këtë kimin që moderatorët kanë me regjisorët. Unë jam edhe moderator, thot, sikur po tregon një film nga e kaluara, po këtu çaj. Dhe një film nga e kaluara, një prall nga e kaluara është në fakt një pjesë që i ka luajtur edhe Lorenzi. Nxirret, ku do të dalësh? Ja ndërpreva mendimin, Na ndodh kjo zakonisht, ja ndërpresi mendimin njëri tjetrit. Po goxha kimi që ka. Super mirë. Jo, nuk. Nuk bëhet fjalë domethënë moderator, jo këtu se këtu jam moderator. Po moderator po them në televizion, e kupton? Dakor. Edhe e ke parasysh se çfarë dhe kimia me regjisorin është e jashtëzakonshme. Shiko, për te shakave. Është ajo që e bën ditën, e kupton? Nëse nuk është ajo kimia, nuk bëhet puna. Nuk ndodh. Domethënë po të mbahet një distancë, jo, unë jam regjisori, unë jam autorja, edhe nuk ka për të dalë. Imagjinoj që është punë e përditshme dhe bëhet e mërzitshme, bëhet e lodhshme. Ashtu si në shfaqje. Po themi kemi 2 aktorë që s'flasin me njëri tjetrin. Nuk shkon. Do flasësh vetëm në role, kupton? Ndonjë rast të tillë kur 2 aktorë nuk flisin me njëri tjetrin. Jo, kam, po nuk përmendem. Jo, sigurisht, jo. Nuk kemi pse futemi tek kjo. Ka plot. Po domethënë si është kjo? Domethënë aty edhe mund të qeshin dhe mund të puthen, mund të ketë skenë. Po pra, si është ideja? Mbaro dhe prihet filmi aty trap. Se nuk funksionon. Unë këta i quaj profesionist për te të gjithës. Normal. Jam profesionist. Futet në skenë, ka profesionin e vet. Për mua nuk është normale dhe nuk është mirë. Çfarë roli s'do bëje kurr? Asnjë rol.
Do t'i bëjë gjitha rolet. Po. Okej, nuk ka asnjë limit? Në momentin që ka marrë përsipër të bëj këtë profesion, jo. Okej, e qartë. Tani, Tani ti që bëre këtë pyetjen, po. ku e kisha hallin e limitit ta marrin vesh? Jo se, majën ma vure çfarë tash? Jepi. Jo, Ha. jo më thjesht pyet. Jo, e për i shokun time kam edhe unë, se kam për vetë. Pyes për kuriozitet. Hirë që deri në fund kuriozitetin ç'ke. Pyet për kulturën, Po, për shiko, zakonisht duhet lëm pak kuriozitet, ë? Veç që ti s'më ktheve jo, ti më ktheve. Që unë i thash ta vej kolazh aty ti.